Ja, kam pa pyetëra shumë. E punon të nxitante, fluturante, të katrante. Që ke jetë nërë këtu, me ne bërë zotë kështu, ja. Kur dalë për jashtë, edhe vjen rrezikë unë, shpirtim e vrat pa. Ne në mos qostë për fëmijë bie. Pse qanë? E po nga që ne vendim majmë kështu e veshje me lajmë, e shplajmë, e nuk ndjehet mirë. Se thot jam i ri, ikja. Edhe qajnë kam nga fest, duke shitur. Çfarë ndihmë doni nga shqiptarët që do ta shohin rastin tuaj? Rëndësi ka vetëm ky, bëj një vizitë jashtë o kudo, ose një fizioterapi, asnjë gjë tjetër. Përshëndetje, mirëmëngjes, si jeni? Mirë, faleminderit. Jemi në banesën e Zotit Jetnor Shukulli. Po, fiks. Mund të hyjmë brenda ju lutem? Patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit që erdha. Nëna, mirëmëngjes, si jeni? Mirë. Me shëndet, mirë? Mirë. Faleminderit, mirë. Mirë që është. Jetnor, si je? Mirë. Mirë? Mirë. Kisha problem nga tensioni, më rinë gjithmonë tensioni i lartë. Shumë. Dhe në këtë, kur ndodhi kjo, nuk kuptoj në gjë tjetër, ishte natën, nuk kuptoj gjë. E qënë tira. A nuk të asho, doktor, është pa i nuk luna as kamës do. Nuk bëhet fjalë për këmën e dorën e ati, fjalë bëhet a do i shpëtoj e i, kësaj smundje që i ka ranë, tha. Se i ka ranë shumë keq, tha. Ishe në marrëdhënie pune kur u sëmure? Kemi qenë shumë, iknim në fshat, se kemi shtëpi në Korç, mbledhim çaj, mbledhim lule, gjëra kështu, edhe ky shet vet, shiste vet nëpër pazare. Ja, kam pa pyetëra shumë. Rina herë thotë shetë, pse më ra mu, pse më ban mu? Mos u shqetëso, të lutem. Mos u mërzit. Da kalajmë, se je i ri, du ta kalajmë edhe këtë gjë. Të lutem, mos u Mos e shqetëso. stres. Mos u shqetëso, të lutem. Pse qanë? E po nga që ne vendim majmë kështu e veshje me lajmë, e shplajmë, e nuk ndjehet mirë, për shembull. Se thot jam i ri, ikja. Edhe qajnë kam nga fest, duke shitur. Të lutem qetëso. Kam edhe dy çunat vënë në shkollë. Fëmijët. Hajde më. Da e kalajmë. Si është jeta juaj e përditshme? Një ditë juaj e zakonshme, si është? Jeta ime e zakonshme do ngrihem mëngjes, do i zje vezën, do i jep këtij taj të pi. Do bësh një punë shtëpie, do bësh drekun, do bësh këta. Kështu vërdall të nxjerrësh të gjira dhe bësh. Këta janë.
vjen dreka, nuk do ham as tavolinën, as të mbulesat. Të nxjerrja do gjellë për ditë. Fizioterapi këti ja mora në fillim. Nuk e përballoshim dot. E lam. I bëra ca kohë fizioterapi. E lash. Sa kushtonte seanca e fizioterapisë? 35 apo se s'ma i men? 30. Apo 30? Po çfarë 5 minuta, mu jas 5 minuta. Ku e bënit fizioterapi? E mirë këtu njeriu. Në fillim, po e merra në shtëpi. Pastaj herë nata, motra këtij se jeton në Korçë. Atje ishte një fizioterapist që po do veja, ke parasysh? Atje ja tregoj varre se kishte edhe shtëpinë kat më shumë me baja në kurriz këta unë. Në kurriz, që unë sot kurrizi nuk e ndjej. Në kurriz e baja që e ngjisja, sa ku? Ishte i ngrirë. Pra ju keni nevojë që të vazhdoni fizioterapit. Të çaj të bëj një vizitë me në vend tjetër. Ku mund ja arrish? Ku do ta çash? Ku mund ta çash? Janë shumë të shtrenjta. Janë shumë shtrenjta. Unë vetëm ilaçet që jam marrë këtij vën ke 100 në ca. Janë të llojeve të ndryshme këto ilaçe se shoh që ka shumë. Po, janë të lloje të ndryshme. 7 lloje. Kjo është për stomakun, gjeseso. Kjo është irda. Kurse kjo është ajo. Sortis. Kjo është vitamina trurit. Që ky do merr 5 në darket, ilaçe, me 5, edhe merr 3 tani në mëngjes. Ky nga këto ilaçet. Vetëm vitamina trurit. Këti bën 30.000 lekë këtu. Sa kushtojnë në muaj ilaçet për jetënorje? Vën ke 100.000 lekë. Mos them dhe 100 ca, ka raste. Ndërkohë sa lekë merr pagesë? Ky merr 140.000 lekë. Imagjino çfarë të haj ky me 40.000 lekë, ose me atë 100 që marr unë, që i shërbej këtij. Më thua çfarë do bëj? Do marr shpinë, do blej milva, do blej bukë, do blej gjell, që të haj. Ky që është i smuse do diçka më shumë? Ky mundoj një bananë, ky mundoj një moll, ky mundoj një peshk, ky mundoj një diçka. Pakta nuk ekzistojnë. Çfarë do të bëni sot për drek? Le ta zgjuqëm nga më në furrë. Dreka i jetënorit, i cili brenda ditës së sotme do të pi 8 kokra ilaçe nga këto që ju shihni në dorën time, e ja të shikoni pak se cila është. Kjo është dreka për familjen tuaj apo jo? Për 5 veta. Për të ngrënë nuk do vdesim, puna është ky. Që të ngrihet pak për veten e vet. Taliteci si gjithë tjerët. Çfarë ndihmë doni nga shqiptarët që do ta shohin rastin tuaj? Rëndësi ka vetëm ky të mundësojnë që të bëjnë një vizitë jashtë o kudo, ose një fizioterapi për këtë. Asnjë gjë tjetër. Po jetënor. Fizioterapi duan. Krahun. Kjo s'mund vetëm me lidhur mund krahasoj kështu, po ne më shumë shëndoshë. Do të ndjell vetë. Kur dalë që bëj gjira, jam më mirë. Kur i brenda, rëndohet. Do lëviz ky. Sa vesh. Cila është ajo gjëja për cilën të ka marrë më shumë malli, që se bën dot tani? Ah, thot iki herë në mal, tiki me ande Melina hod në fshat. Ka marrë malli të shkosh atje? Ka marrë mallet ve në fshat ke shtëpi. Për shtëpia në janë shamë atje po kohë. Do të shkosh atje? Po të se do natë ëndrat atje shikoj. She në ndër vendin tënd? Po ditë. Ka marrë malli të ngjitesh përsëri në mal? Normale. Ku rritum. Me vi fshatarë. Po për në Erburg. E ndjen që ke një forcë të madhe në krah, ke një grua të jashtëzakonshme, ke një nënt të jashtëzakonshme. Normale. I rahalli, po inshallah Zoti bën mrekulli.
të heci. Të hecim se qofse ky s'ka ekuilibrin, ky edhe mund të heci. Për shembull hecën po halli që këti e gënjen që mashtron kama. Edhe ikën bie. E punon të nxitante, fluturante të katrant. Që ke jetë nërë këtu, jetë nërë këtu, me ne beri zoti këshuja. Kur dalë për jashta edhe vjen rrezik unë, shpitim e vlat pa. Ne kështu. Ne në mos qostë për fëmijë bie. Veti pension e kam tullët. Ne kështu. Mos mërzit jetën orë. Ne do mundohemi dhe besoj që do të garantojmë ndihmat për ty, ato më të nevojshmet, për pjesën e vazhdimit të fizioterapisë, për pjesën e mbështetjes tek ilaçet, dhe shpresoj që të vim shumë shpejt me lajme shumë të mira. Shumë faleminderit. Ja di shumë për ndet. Shpresoj që të realizojmë atë udhëtimin që ti ke qef. Të ikim një ditë atje në Korçë, të realizojmë apo jo? Do zoti. Falem 5 vakte namaz. Më dërshi, jam I pangur. Gabime kam djetë dhe sa që beson duhet të mundohet, po është shumë gabim, për vetime kam. Ban mend vargje nga Kurani? Ban mend. Do më thuash diçka? El-Fatiha. Elhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Edhe kur dilte them në pazar që dilte me shet. Ky ja jepte njerëzit, ja falte çajin. Nuk ka problem, por se ne vetë kemi tonën, thoshte. Edhe të bëjmë t'i japim dhe atyne që s'kan. Ka shumë zemër kështu. Është shumë. Jetnor, më duhet të takoj tani, shpresoj që të kthehemi shumë shpejt me ndihma konkrete për ty dhe për familjen tënde. Allah ju shpëlet në ku do zemrëve. Faleminderit. Nëna, miropafshim. Miropafshim. Të uroj gjithë të mirat. Faleminderit shumë. Faleminderit për gruan që ti je, për gruan e fortë. Shumë. Miropafshim. Miropafshim.